أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد المبعوث رحمة للعالمين. Falëndërimi dhe lavdërimi I takon vetëm Allahut, I cili na krijoi në këtë botë dhe na bëri pjesëtar të fesë së vetme të pranuar nga ana e Tij. Salavatet, selamet qofshin mbi Muhammedin alayhi salam, familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë pasuesit e tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër dhe motra. Islami si një fe, Islami si një sistem I zbritur nga Allahu Dhul Gjelal, ndërtohet mbi dy shtillat parimore të tij. E ato janë Kurani famëlart dhe Sunneti I Muhammed Mustafas sallallahu alaihi wasallam. Ndaj, në vazhden e ligjëratave të organizuara nga Muftinia e Kumanovës, mesazhe Ramazani, unë sot para jush kam zgjedhur që të zbërthej dhe analizoj një hadith të Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, të cilin e transmeton Ebi Said el-Khudri dhe Ebi Hurejre, e të cilin mund ta gjeni në dy sahihat e dy muhaddithëve më të shquar të Islamit, te Buhariu dhe Muslimi. Ky hadith flet për durimin e besimtarit. Ndaj, teksti I tij në gjuhën arabe është me sa vijon: وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا فَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ. E një përkthim në gjuhën shqipe do të thotë, nuk I është dhënë askujt një dhuratë më e mirë dhe më e gjerë se sa durimi. Kjo cilësi e besimtarit, vëllezër dhe motra të nderuara, është jetike për ndërtimin e personalitetit të tij të shëndosh. Pra, durimi është një element I cili lidhet dhe ndërthuret drejt për drejti me imanin e besimtarit. Pra, nëse ndalemi dhe e zbërthejmë apo e degëzojmë durimin si një cilësi, apo sabrin, ashtu siç e theksoi edhe Muhammed Mustafaja sallallahu alaihi wasallam, se është një dhuratë e cila nuk I është dhënë askujt në këto përmasa që e se ndërton karakterin e besimtarit, siç është durimi, e durimi është një vesë, një cilësi e cila e mbron besimin e njeriut. Durimi e forcon karakterin njerëzor. Durimi I hap dyert e shpërblimit nga Allahu Dhul Gjelal. Dhe durimi është ai I cili e tejkalon apo I tejkalon dhuntit materiale të individëve. Vëllezër të nderuar, nga gjithë kjo që u tha më lart, nxjerrim një përfundim apo një konkluzion se nëse duam që ta mbrojmë imanin ton, nëse duam që ta forcojmë karakterin ton si besimtar të nënshtruar ndaj Allahut Dhul Gjelal, nëse duam t'i hapim dyert e shpërblimit të Allahut Dhul Gjelal mbi ne, dhe nëse duam t'i tejkalojmë dhuntit materiale të glabërimit të çdo gjëje dhe përvetësimit, ne patjetër duhet ta nxjerrim në pa këtë cilësi që
duhet ta posjedoj çdo besimtar. E sipas dietarëve, të cilët e kanë shpjeguar këtë hadith të gjeneratave të ndryshme, durimi degëzohet në 3 fusha kryesore. Cilat janë ata? Durimi në veprim, e që nënkupton se besimtari gjatë kryerjes së urdhëresave të Allahut Dhul Gjelal e ka për borxh, e ka për obligim që ai të ketë një durim të theksuar në aspekt të kryerjes së këtyre obligimeve në përputhshmëri të plot, në ekuivalencë të plot me urdhëresat e Allahut Dhul Gjelal. Ne për shembull tani jemi në muajin e shenjtë të Ramazanit. Jemi duke e kryer këtë obligim të cilin na e ka bërë farz Allahu Dhul Gjelal. E ky obligim nuk mund të kryhet ndryshe nëse ne në pa nuk e nxjerrim këtë cilësi e cila e përmbush dhe jep shpirt, jep frym agjerimit ton. Njashtu edhe në kryerjen e namazit, njashtu edhe në kryerjen e haxhit, njashtu edhe në dhënien e zekatit, pra në çdo vepër të kryer për Allahun Dhul Gjelal, nëse duam që atë vepër ta mishërojmë me shpirtin e duhur, me frymën e duhur, në mënyrë që ta doj Allahu Dhul Gjelal atë vepër, atë udhërim, ne duhet patjetër ta nxjerrim në pa cilësinë e durimit gjatë kryerjes së obligimit. Degëzimi i dytë i durimit është në fushën e mosveprimit, pra në fushën e ndalesave të rreptësishme, ashtu siç kërkoi Allahu Dhul Gjelal prej nesh. Këtu del një pa një gjë tjetër të nderuar vëllezër e motra, të cilën ne duhet patjetër ta theksojmë. Një njeri i cili nuk e ka pajisur veten e vet me cilësinë e sabrit, me cilësinë e durimit, e ka shumë vështirë që ti braktis edhe gjërat të cilat i ka ndaluar Allahu Dhul Gjelal. Ndaj, për të qenë një braktisës i theksuar i harameve, ne patjetër duhet ta nxjerrim në pa cilësinë e durimit, dhe ajo që është më kryesorja, ajo që duhet nënvizuar të gjithë vëllezër e motra, është degëzimi i durimit në sferën e tejkalimit të sprovave me të cilat na sprovon Allahu Dhul Gjelal në sipërfaqen e tokës. Qofshin ato sprova në aspektin e të mirave të cilat ai na jep, qofshin ato sprova në aspekte të atyre që në shikim të parë ndoshta duken të këqija, ndoshta janë goditje të cilat e rëndojnë përditshmërinë tonë, qoftë ndonjë rast vdekje, qoftë ndonjë sëmundje, qoftë ndonjë sprovë tjetër, ndonjë telash tjetër me të cilin neve na ballafaqon Allahu Dhul Gjelal, e të fituarit janë ata të cilët këtu sprova i tejkalojnë me durim. Çka thanë klasikët për durimin, apo si e definuan ata, ose si e përkufizuan ata durimin? Ndalemi te Ali ibn Abi Talibi radiallahu anhu, i cili durimin e përkufizon në këtë formë. Thot, durimi ndaj besimit është si koka në raport me trupin. Nëse ja pret kokën njeriut, atëherë trupi shkatërrohet dhe nuk ka kurfar dobije prej tij. Pra, besimi ynë është i shkatruar nëse ne besimin nuk e ndërlidhim ngushtë me atë që është sabri, apo që është durimi, e të cilin na e mësoi pra ky sahabi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kurse në gjeneratat e mëvonshme vlen të theksohet për kufizimi i Hasan el Basris, i cili thot, durimi është thesar nga thesarët e së mirës. Allahu Dhul Gjelal këtë thesar nuk ja jep askujt përveç atij që e don. Pra, është një virtyt që Allahu Dhul Gjelal ta ka dhënë për shkak se
ai shpreh dashurinë e tij ndaj teje, ndaj vllai dashur, nxirre në pa këtë cilësi dhe vëje në dukje në mënyrë që ta zbukuroj besimin tënd dhe karakterin tënd si besimtar. Kurse Sufjan e Thauri e përkufizon durimin në këtë mënyrë. Asgjë nuk është më e rëndë për egon se sa durimi në çaste zemërimi. Imagjino të del dikush dhe ta shkel një të drejtë, të cilën ti e ke jetike, dhe ti nëse nuk e posedon këtë virtyt që Allahu Dhul Xhelal, siç e thamë edhe më herët nga shpjegimet e dietarëve dhe të urtëve, nëse nuk e nxjerr pra në pa këtë cilësi, atëherë ti do të hysh në telashe, do të jesh një njeri i cili e te i kalon veten e tij dhe shndrohesh në diçka që ndoshta mund të shkaktoj edhe dëme të mëdha. Kurse Abdullah ibn Mubareku në fund durimin e përkufizon në këtë mënyrë. Kush duron, rrallë pendohet. Kush nxitohet, i shtohet pendimi. Pra, kthehemi te ajo që është tradit e jona. Pra, dhe te ato fjalët të cilat neve na e kanë përmbushur karakterin dhe besimin tonë, se duhet të jemi shumë të kujdesshëm, duhet të jemi të durueshëm, të mos nxitohemi që fjalën e fundit ta themi të parën, për arsye se atëherë do të kemi nevojë për pendim. E nëse nuk duam të bëjmë mëkat e pastaj të kthehemi e të pendohemi, atëherë ta nxjerrim në pa këtë cilësi. Ndaj, vëllezër e motra, ne duhet ta kemi parasysh, sidomos në muajin e Ramazanit, që këtë adhurim ne ta pastrojmë nga çdo nxitje djallëzore, e për ta pastruar dhe për të qenë më të qëndrueshëm në këtë rrugë të cilën e kemi filluar, ne e kemi patjetër që ta nxjerrim në pa cilësinë e durimit. Ndaj e lut Allahun Dhul Xhelal që këtë agjerim ta kryejmë me durim, në mënyrë që ta bëjmë të kënaqur atë dhe kjo vepër të na vlej në ditën kur do t'japim llogari. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.